nisa pajtohem me parafolsin, do të thotë aty që është studio, sepse gjitha ato elemente që i përmendja në studio, do të thotë janë përdorur nga lista serbe. Mirë po, lista serbe tani për tani do të thotë e ka gjetë ndoshta një teren mat favorizum të mështu për të bo presion mi baze nacionale, do të thotë duke përdorur ato se komunat janë të okupuara, ne do të shlirojmë komunat e kutadione, dhe natyrisht kanë rrjedhë një numër të madh votash, ani pse edhe subjekte tjera kanë pasë një numër të votuesve të themi ashtu. Mirë po, disa kanë arrit me pas kanjone në asamble, disa nuk kanë rrinë ashtu të kalojnë pragun, mirë po, ka pas. Me këta, po du me thonë që është hera parë në histori që në komunën e Zubin Potokut është zhvillu një proces, themi ashtu, demokratik, ku kanë marrë pjesë do të të shumë subjekte që ka është e rëndësishme dhe është e dobishme për qytetarin. Dhe Kuqi po e thotë që nuk është shumë e rëndësi se kush është kryetari i komunave, me rëndësi është siguria, çështja e sigurisë edhe normal, shtrirja e nivelit qendror edhe përmes institucioneve të sigurisë atje. Besoni që mund ndryshoj situata në aspektin e sigurisë përveç se politikisht në 4 komunat e veriut tash? Jo, unë nuk besoj, me qenë se edhe vetë qytetarët, do të gjatë saj periudhës sa ne kemi udhëhequr, unë kam shumë argumente dhe thoni do të në kontakte me qytetarët, familjarët të ndryshëm, me qytetarët të ndryshëm, çështja sigurisë ka qenë që këta deri me tani sa i përket, do të për të gjithë qytetarët, do të e ka qenë e mirë dhe e pranueshme, do të që s'ka qenë deri me tani, sepse kanë qenë qytetarët në këtu komuna kanë qenë të atakuar me bomba të ndryshme, me krime të ndryshme dhe friksime të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe është një situatë shumë e qetë, shumë qytetarët ndihen shumë të lirë, do të sa i përket jetës e veprimtarisë dhe gjithçka, dhe nuk besoj që organet e sigurisë duhet në një formë aty të tërhiqen nga kjo formë e mbajtje sigurisë, sepse është dobi e qytetarit dhe është e pranueshme për qytetarin. Sepse në të kundërtën, unë nuk besoj, mirë po të rikthehen do të thotë ato interesat grupore, personale dhe ligjin e marrin dorë që kanë pas deri dikon grupet e interesit dhe terroristë të ndryshëm, atëherë është më keq edhe për të gjithë qytetarët. Unë kujtoj që sa i përket aspektit sigurisë, sa i përket aspektit procedural, do të procedura që duhet respektuohet edhe ligjeve, nuk ka tërhiqje, sepse ligji duhet merret me këto gjona. Pa marrë parasysh kush është kryetari, kush është shërbys, ata nëse atakohen me ligjin, ligji duhet merr mosat natyrisht menjëhershme për shkelje ligjore. E kam studio Gurakuq Kuqin nga Instituti Oktopus. Kuqi, nëse ke diçka për të komentu prej interpretimit Izmir Zeqirit. Po, pajtona me zotrin Zeqiri, duhet ta kemi parasysh faktin që para zgjedhjeve edhe vetë KFOR-i ka shtrish forcat me shumë në atë zonë ku madje ka marrë masa që në kufirën që ndarën Kosovë me Serbinë. Ka veru tabela, po ashtu ka ngritur nivelin e sigurisë edhe sa i përket pjesëve të tjera në territorin e Kosovës dhe mbi të gjitha dhe tani edhe ata kanë një gjendje e cila nuk dëshirojnë që të lejojnë të kthehet para Banjskës, të themi para sulmit terrorist në Banjska dhe po ashtu nuk dëshirojnë të lejojnë të rikthehen bandat kriminale të cilat dikur e kanë sunduar Vereun. Pra mund të themi që pa marrë parasysh që kur vijen administrative, politike, komunale, çështja e sigurisë mbetet tani një rrethon e re për shtetin e Kosovës, për organet vendore dhe po ashtu për ato ndërkombëtare. Zeqiri, për fund të kësaj bisede, kur keni ardhur në pushtet lokal si kryetar më 2023, keni gjetur natyrisht situata ndryshe në menaxhimin e komunës. A do t'i ketë në vijë gjërat kryetari Miloš Perović, pasi që ta leni ju zyrën e kryetarit të komunës Zubin Potokut? Po, do t'i ketë, do të thotë në vijë, ashtu ka nevojë, do të thotë ka hapësira për të testuar stafe teknike të dikastereve të shërbimeve që i takojnë, do të thotë komunës drejtorive, ka nevojë për